që ndalonte vetëm për dashuri. Në një qytet të vogël, në një dyqan antikash të mbuluar me pluhur, ndodhej një orë dorën e art. Ajo nuk kishte punuar për vite me radhë. Pronarët thoshin se ora ishte e prishur, por në të vërtetë ajo kishte një sekret. Ajo ndalonte vetëm kur dikush ndjente dashuri të vërtetë. Një ditë, një djalë i quajtur Elio hyri në dyqan për të gjetur një dhuratë për një vajzë që i pëlqente. Sa po mori orën në dorë, ajo ndaloi. Pronarja e vjetër e dyqanit e pa dhe buzëqeshi. Duket se ajo zgjodhi ty. Elio nuk e kuptoi menjëherë, por ja dhuroi vajzës, Alesia, dhe i tregoi se kishte ndalur pikërisht kur mendoi për të. Alesia e mbajti orën çdo ditë. Dhe her pas here, kur Elio e prekte dorën e saj, ose kur ajo ndjente diçka të fortë për të akrepat ndalonin. Jo për të prishur kohën, por për të ruajtur atë, si kujtim i një momenti ku dashuria ishte e pastër, e thjeshtë dhe reale. Thonë se ora ende ndalon ndonjëherë edhe sot. Pema që dëgjonte. Në një fshat të qetë, në mes të një fushe të gjelbër, qëndronte një pemë shumë e madhe dhe e vjetër. Banorët e fshatit e quanin Pema që dëgjonte, sepse thuaj se ajo mund të dëgjonte mendimet dhe ndjenjat e njerëzve që i uleshin pranë. Fëmijët e fshatit e adhuronin. Shkonin çdo pasdite, i rrëfenin sekretet e tyre, ëndrat dhe dëshirat më të fshehta. Edhe të rriturit, në momente trishtimi apo dyshimi, uleshin poshtë saj dhe flisnin me zë të ulët. Një ditë, një djalë i vogël me emrin Lisi, i mërzitur nga zënka e prindërve, shkoi dhe i tha Pemës: "Do doja të isha një zog që të fluturoja larg." Të nesërmen, ai gjeti poshtë pemës një pemë të vogël blu dhe një letër të vogël që shkruante: "Fluturo në zemrën e atyre që të duan, aty është vendi yt." Ai buzëqeshi, mori pendën dhe shkoi t'i përqafonte prindërit. Ndryshe nga çpritej, ata qeshën dhe u pajtuan. Që nga ajo ditë, Lisi e vizitonte pemën çdo javë, jo për të qarë hallet, por për të falendëruar. Sekreti i kullës së vjetër. Në një fshat të vogël mes maleve, qëndronte një kullë e vjetër që askush nuk guxonte ta vizitonte. Legjendat thoshin se aty fshihej një mister i errët. Një ditë, një vajzë kurioze me emrin Elira vendosi të zbulonte të vërtetën. E pajisur vetëm me një qiri dhe guximin e saj, ajo hyri brenda. Kulla ishte e ftohtë dhe plot shurma të çuditshme. Pas disa hapash të ngadalë, ajo gjeti një derë të fshehur pas një përdeje pluhuri. Brenda kishte një dhomë të mbushur me libra të vjetër dhe një kuti druri. Kur e hapi kutin, gjeti një letër që tregonte historinë e një shkrimtari të harruar, që kishte jetuar i izoluar aty për vite, duke shkruar libra për një botë më të mirë. Elira mori dorë shkrimet dhe i çoi në bibliotekën e qytetit. Me kohën, librat u botuan dhe u bën të famshëm. Fal guximit të saj, fshati fitoi një vend në hartën kulturore dhe kulla u kthye në muze. Balona e kuqe. Era ishte një vajzë e vogël që jetonte me gjyshen e saj në një qytet të vogël pranë detit. Çdo mëngjes, ato dilnin në shëtitje dhe Era mbante gjithmonë një balon të kuqe në dorë, dhuratë nga nëna e saj, e cila kishte ndëruar jetë kur ajo ishte foshnjë. Një ditë, ndërsa loste në park, Era e fortë ja mori balonën nga dora. Ajo e ndoqi me vrap, por balona u ngjit lart dhe u shtuk mes rreve. E pikëlluar, Era u kthye në shtëpi me lot në sy. Gjyshja e përqafoi dhe i tha: "Ndoshta balona shkoi ta përshëndes mamin tënd lart në qiell." Të nesërmen, kur dolën për shëtitjen, në të njëjtin vend ku e humbi balonën, gjetën një tjetër balon të kuqe, me një fije të artë dhe një shënim të vogël që shkruante: "Jam gjithmonë me ty, mos haro të buzëqesh." Era e shikoi gjyshen me sy të mëdhenj dhe buzëqeshi për herë të parë pas shumë ditësh. Që nga ajo ditë, ajo nuk e mbajti më balonën për dore, por e lëshonte në qiell, sa herë kishte diçka për t'i treguar mamas.
Çanta me letra. Në një shkollë të vogël në një fshat malor, punonte një mësuese e quajtur Arta. Ajo kishte një zakon të veçantë, çdo nxënësi, në fund të vitit, i dhuronte një letër të shkruar me dorë, ku i tregonte çfarë kishte parë të bukur tek ai, një buzëqeshje, një përpjekje, një gest të mirë. Askush nuk e dinte pse i mbante këto letra në një çantë të vjetër lëkure, që e kishte gjithmonë me vete. Vite më vonë, kur Arta u tërhoq nga puna, fëmijët e saj organizuan një festë të vogël për të. Ajo solli çantën e saj të vjetër dhe u tha: "Kjo çantë nuk mban vetëm letra, ajo mban gjithë dashurinë që kam ndarë me fëmijët e mi ndër vite." Në fund të festës, nxënës të vjetër, tashmë të rritur, u afruan një nga një. Secili kishte ende letrën që u kishte dhuruar ajo, disa të zverdhura, të tjera të ruajtura në kuleta apo korniza. Njëri prej tyre i tha: "Kur s'dija nëse vleja për diçka, letra jote më bëri të besoj te vetja." Dhe ajo qeshi me lodh në sy, duke kuptuar se fjala e mirë që kishte dhënë dikur kishte lulëzuar në zemra të shumta.